Sekuestruar rreth 32.000 euro dhe 30.000 lekë procedohen penalisht dy shtetas që i posedonin dhe nuk i deklaruan në kufi. Si rezultat i angazhimit maksimal të shërbimeve të policisë kufitare, të pikës kufitare KKV, për parandalimin dhe goditjen e krimeve kufitare, krahas punës për ofrimin e një shërbimi cilësor dhe etik, qytetarëve në hyrje dalje janë goditur dy raste të mosdeklarimit të hollave konkretisht. Në hyrje u kalua për kontroll në vit të dytë shtetasi me iniciale VB, të cilit janë gjetur në çantë 11.985 euro dhe 30.000 lekë, që ai nuk i kishte deklaruar. Në dalje u kalua për kontroll në vit të dytë shtetasi me iniciale FI, të cilit i janë gjetur në çantë 20.000 euro që ai nuk i kishte deklaruar. Në vijim të veprimeve procedurale për rastin, specialistët për hetimin e krimeve në drejtorinë vendore të Komisariatit të Gjirokastrës referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për veprën penale mosdeklarim në kufi të hollave dhe i sendeve me vlerë për shtetasit me iniciale VB 66 vjeç banues në Kuçov dhe FI 69 vjeç rezident në Greqi. Gjithashtu sekuestruan në cilësinë e provës materiale shuma e parave. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Gjirokastër për veprime të mëtejshme.